E dyta, ngjarja e fundit ishte shumë e rëndë. Nga kjo e vrasjes në detyrë të gjyqtarit. Është ngjarje shumë e rëndë në aspektin që ndodhin, si themi ne, ka ndodhur edhe në Shqipëri dhe në vendime. Po përdoret kjo vdekje nga politika? Ajo ka një kuptim normal, por çfarë do ndodh, çfarë do doja të ndodhte? Ngjarja shumë e rëndë edhe meriton trajtim shumë serioz. Edhe kur themi trajtim serioz, e para politika është përgjegjëse për një sër ngjarje që po ndodhin, përfshi dhe klimën, përfshi dhe situatën e drejtësisë. E dyta, ne kemi dhe i komision posaçëm që krijuam për situatën e drejtësisë dhe e treta duhet të thonim çfarë nuk ka shkuar mirë me sistemin e drejtësisë, jo vetëm me sigurinë për gjyqtarët dhe prokuror, jo vetëm me bazën materiale, me personelin, me mbështetje administrative, financiare, buxhetore, por edhe me vetë dhënien e drejtësisë në Shqipëri. Kush është burimi kryesor i konfliktit dhe cila është rrugëzidhja politike për shkuar te burimi kryesor i konfliktit. Se zgjidhja nuk është as largon një ministër, as largon një drejtor dhe vini tjetër, as vin një pala tjetër sepse kemi provuar me palët. Zgjidhja është shumë strategjike dhe afatgjatë. Dhe një shtet serioz në raste të tilla i adreson çështjet në mënyrë institucionale dhe afatgjatë dhe me qetësi të madhe. Ne sot patëm dy paralelizma. Parlamenti që bën të show dhe përfitonte nga situata dy palët, është në deklarata them drejtën zhgënjyese për mua, nuk ishin këta që flasin gjithmonë dhe thonë një dhe një gjë gjithmonë, përfshi dhe kryetarin e opozitës. Por ishte edhe ministri i drejtësisë, unë supozoj që ishte djalë i ri dhe pruri e re dhe retorika e tij ishte sikur po fleste, po dim, një po themi i periudhës vitit 91 i pjesës ish komuniste me një gjuhë shumë të ashpër. Për çfarë këtë fjalë konkretisht? Nuk mund flas me gjuhën e opozitës, ministri i drejtësisë me gjuhë aq të ashpër dhe akuzuese dhe referimi ligjor që i bëri ligjit 7551 ishte sa për kujtesën e tij, nuk e ka miratuar Partia Demokratike, e ka miratuar Partia e Punës, natë kohë ai kishte shumicën Rami Zalis. Po kështu që ministri i drejtësisë në këtë rast nuk ka nevojë të bëjë replik, as të hyjë gjëra personale. Do thotë se ministri i drejtësisë propozoi 1, 2, 3, 4 masa. Dhe ky është funksioni kryesor i parlamentit, që ministrat propozojnë masa, jo kush shan më bukur dhe kush shan më shumë palën tjetër, dhe nuk po ndodh. Dhe nga ana tjetër çfarë bëri gjyqësori? Bëri dy gabime strategjike. Spari një numër i madh i personaliteteve gjyqësorë në deklarata publike. Por mund të ndodhë që ata do jenë gjyqtarë që do gjykojnë individe që janë të arrestuar, edhe ose do jenë prokuror, dhe ata nuk mundën gjyqtarit të japin fajësinë publike dhe të japin deklarimin publike kur çështja është tashmë në shqyrtim. Së dyti u bë një grevë. Unë nuk jam solidar me greven e traditore që mori sistemi i drejtësisë. Imagjino ne kemi pas 3 raste fatkeqësi në tranzicion që na janë vrarë mjekët në krye detyrës. Do bëjmë gjithë mjekët, do mbyllim spitalet, është vrarë një mësues, do mbyllim gjitha shkollat e Shqipërisë, na vrarë një deputet, do mbyllim parlamentin. Sistemi gjyqësor, ne nuk po ankohemi që sistemi gjyqësor po themi ka nevojë për të bërë një protestë detyrore. Sistemi gjyqësor ka nevojë për prodhuar drejtësi. Dhe për prodhuar drejtësi ka nevojë të shkundët dhe të shkojë te premtimi që nga reforma e drejtësisë kalojmë te drejtësia. Këta zyrtarë që sot do drejtojnë drejtësinë kanë qenë ekspertë të larës në reformën e drejtësisë. Ata na kanë premtuar që do ishte drejtësi e shpejtë, e saktë, funksionale, e pa korruptuar, me integritet dhe do jetë po themi drejtësi me atë që quhet me mbështetje publike. Asnjë prej këtyre kritereve nuk janë mbajtur dhe nuk janë arritur, po themi, nga kjo lloj elitë drejtuese drejtësisë. Dhe analiza për shkuar çfarë na shkoi këtë dhe çfarë duhet përmirësojmë, sepse unë jam nga ata që besoj që reforma drejtësisë ka qenë gjëja nga më të mira që kemi bërë. Por implementimi i saj pastaj, por mënyra si po implementohet, si po lezohet, si po parcializohet dhe klientelizohet nga njerëz që riciklojnë njëri tjetrin, kjo është për vendos, po themi, për të kuptuar për vendos në dilemë nëse kjo elitë publike në Shqipëri është hap për të bërë reforma apo jo. Qartë. Zoti Qafaku, unë do ndalem në 2 elementë kryesor e lidhur dhe me seancën, po njëherë tek kuvendi. Në fjalorin e gjuhës shqipe, kuvend do të thotë bisedë e shtruar që bëhet për dikë diçka. Kuvendi gjatë, hyri në kuvend, lidh kuvendin me dikë, lidh fjalën, as fjalë as kuvend, e kemi bërë me kuvend, mbledhje ku marrin pjesë burrat për të shqyrtuar dhe për të zgjidhur çështje të rëndësishme të larta. Mos ndoshta duhet të ndryshojmë emrin se në fjalorin e gjuhës shqipe nuk ekziston. Fjalori i gjuhës shqipe nuk e përcakton, nuk e përkufizon realisht kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sepse ose ti vetëm mos i një emër, kuvendi i zhurmës. Bëri një nga gjërat më të bukura për kuvendin, sepse ne jemi në prag edhe të një përvjetori, vitin tjetër mbushin 150 vjet dhe ne jemi nga vendet që kemi traditën më të hershme, por me këtë seancë për shembull sot edhe shumë seanca të tjera, ne na duket sikur parlamenti befas u hap dje ose sot dhe ata nuk dinë se si funksionon një seancë.
Por jo vetëm këto që besoj janë thënë dhe nuk do të përsëris askënd sot që ajo seancë quhet seancë turpi. Unë kam një element, Andrea, që dua ta ndaj. Vrasja e gjyqtarit Kalaja është ngjarje më e rëndë në drejtësi. Unë kam të renditur këtu të gjitha sulmet ndaj përfaqësuesve të drejtësisë, sepse kur themi njerëz të drejtësisë nuk është vetëm gjyqtar, është vrarë kryetari i dhomës kombëtare të avokatisë, e së thotjeri këtë. Në shkurt të vitit 1999 është vrarë Kleanthi Koçi, një nga personalitetet më të larta që kanë nxjerrë drejtësia shqiptare. Është vrarë, ka vdekur. Nuk e thotjeri. Domethënë, ne duhet të shikojmë si gjyqtarin, si prokurorin, edhe avokatin njësoj. Dhe unë kam një listë të gjitha këtyre sulmeve. Por nuk do të ndalem këtu. Po mirë, kjo opozitë, kur them opozita, sepse ajo mund ta shikojë më kthjellët problemin. Si ka mundësi nuk e ngriti njëri problemin e vrasjes policëve? Ne kemi një gjyqtar që është ngjarje, është goditur shtetin në zemër, nuk vjen në diskutim kjo. Dhe ne të medias kemi dhe një gabim se në rrjetet sociale tani po jepim fonda edhe për autorin e vrasjes. Kjo është më e rëndë. Kjo nuk